Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahu t'i lutem të na dhurojë dije të dobishme, të na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë të na mundsoj e të na japi furnizim të pastër dhe halal. Allahu t'i lutem që të na dhurojë dije të dobishme. Allahu t'i lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument për ne ditën e Kiametit dhe jo argument kundra nesh. Allahu xhalla xhelaluhu i lutem të na njohë me të vërtetën, e të na bëj ndjekës të vërtetës, mbasi ta njohim, e të na njohë me të kotën dhe me të pavërtetën, të na largoj prej saj mbasi ta njohim. Me shpresën e Zotit po filloj me pyetjet të cilat janë të arkivuara, po nëse ka pyetje të tjera, vëllezërit mund të japin shenjë dhe mund ta bëjnë pyetjen direkt, nuk ka problem. Ndoshta thot më duket pyetje e çuditshme, por një kushëri rajon ka pranuar martesën për grua të dytë. Hajt, trashëgohet çifti. Mirë po thot, u bë afërsisht 14 vjet që po e pret këtë personin që të vit kërkoj dorën tek shtëpia e të jatit. Ndërkohë që kemi marrë vesh se ky është martuar me një tjetër tani dhe i premton që do të marr. Çfarë të bëj kjo motra? I themi kësaj motrës prit se do të mbi një ditë bari dhe për ty. Një ditë do të mbi dhe për ty bari inshallah taala. 14 vjet duke prit dhe 14 tjera dhe inshallah do të hapen edhe për ty dyert e mëshirës. Unë se kuptoj këtë lloj gjëje fare, nuk e kuptoj këtë lloj gjëje fare. Kush ka për të martuar të martohet siç duhet, pa shkel rregullat dhe ligjin, pa bërë kështu lojrash, pritje, stërpritje. Tu e majt njerëzit me shpresa, tu i majt njerëzit me rrena. Po t'ishte në këshillën time do të thosha hiq dorë për këtij muhabeti, e futi të martuar se po tikën jeta për shalësh, e po tikën jeta huq. Sa kur rritu prit, kështu si shke prit. Dhe unë se kuptoj, domethënë po ndoshta edhe nuk mush mirë, sepse njeriu pret i 6 muaj, një vit, mbaroi historia, jeta vazhdon. Kështu që kjo nuk është normale më duket. Dhe ai ka gjet pa bën. Ka gjet shesh bën për shesh, thot populli edhe. Jam në moshën 19 vjeçare dhe kam kërkesa për fejesë. Ndër ata që më kanë kërkuar dorën për fejesë dhe është një person i cili thot se ka shkruar tek një njeri i mirë që bën hajmali dhe ai ka thënë këtij që kjo vajzë është kismeti jot. Shko mas 10 ditëve se do të pranoj. Faktikisht familja ime janë dakord, po unë nuk më pëlqen ky njeri. Vetëm se ka shku ke ky tipi dhe ky tipi ka thonë që kjo goca është kismeti jot, ti s'duhet ta pranosh këtë lulëzimin, këtë lulin, ti nuk duhet ta pranosh. Vetëm se ka shku tek një person e ky personi ka thonë që ajo është kismeti jot. Shko mas 10 ditë se do të pranoj. Pra në momente që ky luli, pa e quajtur kështu si pseudonim, ka shku dhe ka pyetur a është fati im apo jo, do të thotë që luli nuk është njëri për të ndërtuar jetën me të. Larg këtij tipi, se nëse ky qysh në fejesë fillon me fallxhore, me magjistar edhe me parashikues fati, merre me mend çfarë do t'i thotë ky parashikuesi mas 3-4 vjeç këtij për ty e ku dëgjon etj. Kështu që larg këtyre njerëzve sepse janë të mangët në logjik.
Pra në momentin që dikush shkon tek dikush dhe pyet ai, ajo goca që a është fati, në momentin që e bën këtë akt, idhujtarie, mohimi, paganizmi, se i bën shok Zotit. Në momentin që shkon pyet dikë dhe është fati im ajo, dhe ky ja parashikon të ardhmen, ky është pagan. Si adhuruesit e lopës, elefantit, njësoj është edhe ky. Thjesht adhuron këtë tipin që shkruan hajmali dhe parashikon të ardhmen. Kështu që po deshem me kalu jetën me kthesa e me gropa, vazhdo. Po deshem me qenë rehat, larg këtyre njerëzve. Jam nënë e 4 fëmijëve dhe sa herë shkoj tek prindërit e mi, baba i fëmijëve nuk më lejon të shkoj askund tek farefisi im, as tek daja im, as tek halla im, as tek tezja im, as tek xhaxha im. Me arsyetimin se ke shkuar vetëm të shohësh prindrit dhe aty duhet rish. Si janë normale valla për Zotin. Këta nuk e normal. Kështu që vazhdo qefin ta ti, shko këtë daja, ke halla, ke tezja, përderisa janë aty afër njëri tjetrit, shko vizitoj dhe stresit zero. Edhe mos i jep llogari këtij tipit. Këtij tipit mos i jep llogari fare, po thuj ke drejt dhe vazhdo jetën tate, vizitoj robët e gjakut edhe të fisit tat. S'ka kjo, sprovon Allahu, je martu me rob që është me fiksime, me probleme psiqike, edhe më e forta se këta njerëz përdorin fen dhe islamin. Përdorin fen për të sjellë në këtë lloj mënyre mëndzyroze, po që s'kan lidhje me fen e Zotit. Kështu që ti motra ime shif programin tat dhe stresi zero. Kam një mikun tim që ka një shtëpi 3 katëshe, shtëpia është e pabanueshme dhe e mbyllur, por e mobiluar. Sa herë që ky shkon në shtëpi, gjen në për rroba dhe në për rafte vezë. Pra vezët i gjen të futura në për rroba atje ku nuk ta pret mendja se mund të futet dora e njeriu. Ti mori ti fusi në ujë të knum, edhe pastaj ti djegi, Allahu na ruaj. Sprov, është kjo sprov. Unë do të këshilloja në raste të tilla që të vendosen kamera në gjitha anët, edhe të kapet kafsha që i bën veprime të tilla. Edhe pastaj ka plot portale që e bën me kënaqësi shpërndarjen. Shpërndahen tek jeta ushqif, tek piranjat, kudo që ka nga këto portalet që merren me këto muhabete, edhe dali filanja ose filani që e bën këtë punë, dali tek fiksi, tek stopi. Gjithmonë kur dal jashtë shtëpie kam frikë nga njerëzit se mos më bëjnë magji dhe mos më bëjnë foto, dhe gjithmonë kur dal nuk jam e qetë dhe më vijnë lloj-lloj mendimesh. Pi ilaçet. Ke nevojë që ti pish ilaçet në rregull. Pra përderisa je në këtë gjendje që sa herë për del për shtëpi ke frikë nga njerëzit se mos bëjnë magji, se mos bëjnë foto, ti urgjentisht duhet fillosh ilaçet. Nëse nuk e ke filluar akoma, qysh nesër që do të dëgjosh përgjigjen time, shko tek mjeku specialist dhe fillo merr ilaçet, sepse nëse vazhdon kështu edhe 6 muaj, do të përfundosh në çmenduri. E s'ka spital në botë që të mori përsipër. Kështu që bjeri mrapa vetes edhe fillo ilaçet sa më shpejt. Kur je smur për shembull që ndonjëherë të del rënkimi, thua, "Oh, më nën. A është gjuna që shprehesh kështu?" Hajër inshallah. Thuaj o Zot, përmend Allahun. Përmend Allahun xhelaluhu. Gjuna nuk mund të themi, po s'është etike. Përmendet Zoti, kur kemi siklet, kur kemi hall, kur kemi dhimbje, përmendet Allahu xhelaluhu. Dohet të pyesë për gjuetin në det natën, a është e lejuar? Gjithashtu edhe larja natën në det.
e lejuar halal, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Kur jemi në gjumë me burrin me trup të shtrënguar dhe më pas ngrihem dhe marr abdes, a është okej? Qofse kene ne të kështu si shtua, po, pa pas më shumë. Nëse bëjmë marrëdhënie seksuale, a duhet të ndrojmë çarçafët? Duhet jo, po më higjienike po duhet jo. Pra nuk është obligative me ndru patjetër, po ndoshta është më higjienike, më e mirë ku dëgjon, po. Dalja e gjakut duke larë dhëmbët, a e prish abdesin? Sipas gjitha mëdhëbeve nuk e prish abdesin në këtë rast. Çfarë mendimi ke për disa persona që janë hoxhallar dhe shkruajnë letra për largim mësyshi, për mbarsi, për fat dhe thonë që ta fusësh këtë letër në ujë dhe ta pish? Disa njerëz kanë shkuar tek ai, u ka dhënë këtë letrën e hapur, jo të mbyllur. Edhe kam një rast konkret që nuk kishte pasur shitje tek puna dhe pasi ka shkuar tek ai, ka pirë ujin, kanë filluar puna dhe kanë filluar shitjet. Ai shkruan pjesë nga Kurani, por kur shkon ai të pyet për emrin e nënës. Po pse me emrin e nonës, pse duhet të pyesi për emrin e nonës? Deri tek shkrimi me Kur'an, okay, domethënë ka hapësirë interpretimi. Po me nonën çfarë ka ky që të pyet për emrin e nonës? Pra ka i problem në këtë mes. Unë nuk do të sugjeroja që të shkohet tek ky person, edhe pse ky njeri shkruan letra me Kur'an. Nuk do ta sugjeroja, vetëm fakti që pyet për emrin e nonës, kjo lën shije jo të rregullt, jo të saktë. Cili është kuptimi i thënies së subhanekes para çdo namazi farz dhe sunet? Madhërim. Pra para se më u fut në Kur'an, madhërohet dhe të vlerësohet Zoti, dhe pastaj futet njeriu a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Pra është madhërim për Allahun, sepse ti kur fal namaz, po flet me Zotin. E para se me fol me të, e madhëron, e lavdron, dhe pastaj futesh në komunikim me të duke lexuar El Fatihan, sepse El Fatihaja është komunikim i drejt për drejt me Zotin, ti flet dhe Zoti të përgjigjet. Përpara kësaj, pra thu Allahu Ekber, pra Allahu është më i madhi, dhe pastaj thua subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk, pra e madhëron Allahun me këtë formulë dhe e vlerëson, dhe pastaj fillon komunikimin me të. Normalisht kjo bëhet para çdo namazi, para farzit, pra kur jenë farz, edhe kur jenë sunete dhe kur jenë nafile. Vetëm se nuk bëhet në namazin e natës, kur njeriu fal shumë rekate një namaz tjetrës. Pra namazin e natës, për shembull kur falet teravia, më saktë është që lexohet vetëm 2 rekatëshin e parë, pastaj 2 rekatëshin e dytë, 4, 6, 8 apo sa tjetë teravia nuk lexohet më. Sepse është transmetuar që pejgamberi sa namazin e natës vetëm një herë bonte dua hyrje. Siç thuhet në hadith, pejgamberi sa kur futej namazin e natës thoshte Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkum deri në fund të hadithit. Dhe nuk e përsëriste më këtë. Dhe ky është një gabim ndoshta që e bën disa nga imamët, që sa herë lidhen namaz natë apo namaz teravie, sa herë lidhen bën pushimin e subhanekes, pastaj fillojnë El Fatihan. Ndërkohë që pushimi i subhanekes duhet bërë vetëm në 2 rekatëshin e parë. Nëse nuk është se është në gjuna, po s'është e qelluar. Më ka ndruar jetë babai ka 2 ditë dhe thojnë që duhet lënë drita ndezë te kuzhina për 40 ditë. A është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet. Se ekziston kjo lloj besutnie në Islam. E pse duhet lënë drita kuzhinës ndezë? Ka hallë se për çfarë? Do të vi të shohin e gjojë aty ke kuzhina. E merr etja, uria. Këto gjëra janë besutni. Nëse jemi udhëtar dhe në fillim të akşamit falim akşamin dhe yatsin, a mund të falim namaz natë
nga kjo kohë, edhe pse s'ka hyrë koha e yacis me kalendar, po. Pra përderisa ti ke fal farzin, mbaroj historia. S'bëhet fjalë më për nafile, për sunete që ka hyrë koha. Në fillimin e surës Al-Hujurat janë këshillat për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet që ne duhet nxjerrim mbi to. A duhet i përdorim dhe për të parët tanë që janë për shembull hoxha, muftiu apo imami, apo janë të veçanta për profetin alaihi salatu wassalam? Normalisht janë të veçanta për profetin alaihi salatu wassalam. Përveç se nëse personi në fjalë është duke fol fjalët e profetit alaihi salatu wassalam, atëherë nuk lejohet që të kundërshtohet, nuk lejohet që të ngrihet zëri përpara tij. Përndryshe s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, këto vlen vetëm për pejgamberin alayhi salatu wassalam. A lejohet konsumimi i çimçakëzit në Islam? Po, s'ka problem. Dhe a mund të falemi duke mbajtur çimçakiz në gojë? Jo. Del pa namaz. E pash njonin dite, po më pyeste, mas farzit direkt. Sa shpëti ke pas çimçakizin në gojë më avdall? Tha, se ka problem hoxh? Ka problem. Si falet dorë me çimçakiz në gojë? Para Zotit tu përtyp si lopa. A lejohet ta lexoj surën Al-Kahf në telefon? Lejohet në telefon, në tablet, në kompjuter, nga televizori mund ta lexosh. S'ka asnjë problemi fetarisht. Hoxhi nderuar thot, ju keni diskriminuar vazhdimisht këto faqe të cilat janë faqe me probleme. Është dhe një faqe thot, ta shohim faqen. Atër kjo faqja quhet Nëna Tana. Shifeni Nëna Tanën, ja nksha zemrën, Nëna Tanës. Nëna Tana, këtu pas ka dhe numër celulari, e pas ka numër Londre, edhe ke këtu për mësyshin atë, për magjin atë, kur nuk të ecën në mare, që të lidhësh me të dashurin me një herë, kur të kalën e dashura, e të tjera. Normalisht që kjo është një faqe mashtruesësh, pavarësisht se mund të përdoret figura në një nonë kota, kupton, por mas kësaj nonës është një nonë që u rregullon mirë muhabetet. Kështu që larg nonave se u ashtu u rregullon qefin. Hoxhi nderuar thot, cili është gjykimi se po shohim në shumë vende, në lokale, në shtëpi, njerëzit blejnë si dekoracion buste nga këto kinezët që janë futur shumë tani në Shqipëri për zbukurim, në për lokale, në për restorante. Si një tradit kineze. Po faktikisht këto atje në Kinë përdoren si idhuj. Pra janë buste të budave apo të zotave të tjerë që ata adhurojnë. A lejohet tregtia e tyre apo blerja? Absolutisht nuk lejohet. Është idhujtari. Edhe pse ndoshta ti se ke njëtin, po duket si diçka kështu s'bon. Nuk lejohet. Është paganizëm. Islami nuk e lejon blerjen e statujave, idhujve. Nuk e lejon Islami. Nuk futen me lajket. Edhe pse njeti nuk është për adhurim, ne nuk e dim se çfarë do të ndodhi me brezat në vazhdim. Nuk e dim se çfarë do të ndodhi me brezat në të ardhmen. Kështu që nuk lejohet në asnjë mënyrë, as shitja, as blerja, as tregtimi i tyre, as vendosja e tyre në për lokale, në për restorante. Është idhujtari, paganizëm. Feja islame dhe paganizmi nuk kanë asgjë që i bashkon. Feja islame dhe paganizmi nuk kanë asgjë që i bashkon. Kështu që një musliman që i thot vetes musliman nuk mund vendosi busta të tillë. Ja, e ka ilustruar me foto ky vllai që ka bërë pyetjen.
Nuk e di a kap mirë apo jo. Kështu që në asnjë mënyrë nuk lejohet. Kemi gjetë thot këtë gjën çuditshme se që ka shkruar gjithë me dorë. Sa nerva pas ka pas më vëlla. Si ka shkruar gjithë me dorë. Për të habit për Zotin. E rëndësishme larg këtyre njerëzve që bëjnë kështu muhabetesh. Larg këtyre njerëzve që bëjnë kështu muhabetesh sepse janë si ajo nona tana. Në momentin që ke bërë një gjuna dhe me pas një farë kohë, në momentin që ke bërë një gjuna dhe pas një farë kohë del nga puna, a mund të ketë kjo impakt? Do më thonë të kesh dal nga puna për shkak të gjunahut? Çfarë s'bën vaki, Allahu dhe më së miri. Po nuk besoj që t'jetë kaq e ndërlidhur situata. Çfarë s'bën vaki, po nuk besoj që t'jenë gjërat kaq ndërlidhura. Hajde, inshallah, më shumë duket fiksim. Kur je udhëtar dhe bashkohesh me xhamatin për namazin e ikindis në rekatin e dytë, duhet t'jap selam apo duhet të plotësoj, duhet ta falë si imami. Edhe pse ti je udhëtar dhe obligohesh vetëm për 2 rekat dhe futesh me imamin vendas, rezident, ti duhet ta falësh siç e fal imami. Imami e fal 4, ti 4, nuk lejohet që të ulesh ke dyshi, të presësh apo të ulesh tek dyshi të japësh selam. Yarhamukallah. Kemi një farë debati me nusën time, duam pra që të martohemi dhe gruaja ka qejf me bë disa foto si propozimit të ulem unë në gjunjë me unaz në dorë. Nuk lejohet. Le të ulet gruaja para teje. Burri nuk bën që të ulet në gjunjë. Me islam flas gjithmonë. Nëse është puna për të ulë dikush në gjunjë, le të ulet gruaja. Ulet gruaja, të ulet në gjunjë, ti puthi kamën burrit, ti puthi dorën, ti puthi të dyja durët, ti puthi këmbët burrit vet, ti puthi gjunjët. Ç'është kjo punë kështu? Pse kemi kaq shumë qejf ta imitojmë botën e kufrit dhe të mohimit? Cili është mesazhi që vjen në momentin që burri gjunjëzohet? Jo më vëlla, nëse është dikush që duhet gjunjëzohet, është femra. Unë nuk do ta sugjeroj as të, jo, po flas. Pse duhet ta prishim natyrën që ka krijuar Allahu njeriu? Pse duhet ta denigrojmë? Nëse është dikush që duhet ulet në gjunjë përpara tjetrit, është kush? Gruaja. Pejgamberi alayhis salam tha, nëse do të kisha urdhëruar dikë që t'i bjeri në sejdë të dikujt, do të kisha urdhëruar gruan t'i bjeri në sejdë të burrit. Nuk tha do të kisha urdhëruar burrin t'i bjeri në sejdë të gruas. Kështu që mos kopjoni modelet jo islame, modelet pagane, modelet që s'kan lidhje as me Zot as me Islam. Pra nuk do ta sugjeroj as për femra ta bëjnë këtë gjë. Po për meshkujt jo njëherë. Jo njëherë, absolutisht. Sepse është përngjasim, është degradim, është përmbysje e standardeve që ka vendosur Zoti në raport të burrit me gruan.
shefi madh me kopju njeriu. Po pse s'kopjojmë modelet e mira ne për shembull? Po shkojmë të kopjojmë modele të tilla. Kemi modele të bukura shumë për të kopjuar. Që është falja e 2 rekatshit, që është puthja e dorës, e tjerë. Pse do të shkojmë këto lloj modelesh? Kam ban njet, pra ka bërë njet, me agjëru një ditë mangët Ramazanit, masi e kam falë sabahun, sepse me lajmëruan që nuk kam punë atë ditë, jam pushim. Am pranohet jo. Njeti për ditët e Ramazanit duhet bërë qysh përpara, pra para se të hyn sabahun. Momenti që hyn sabahun nuk quhet. Nafile po, këtu ishte ditë Ramazanit. Kam një mikun tim në SBA që ka probleme me djalin dhe imam i xhamis atje i ka dhënë këtë letrën dhe i ka dhënë verë në ujë ta pi dhe nga ky ujë dhe pastaj ta djegi letrën. A është e lejuar kjo praktik? Okej, ta shohim letrën, çfarë thotë letra. Kjo lloj praktike për këtë rast nuk lejohet. Pse? Po ta shohësh letrën, do ta lexojmë pastaj poshtë, po ta shohësh kështu, letra këtu në fund thot: Ja Muhammed, ja Xhebrail, ja Mikail, ja Israfil. I drejtohet dhe i lutet, si më thonë, nuk e di për çfarë ka bërë. Thot: O Muhammed, o Xhebrail, o Mikail, o Israfil, o Azrail. Kështu që në momentin që gjenden të tilla shprehje, atëherë bëhet haram. Atëherë bëhet haram një gjë e tillë. Është bërë një traditë të kohët e fundit që po përdoret hedhja e gjakut të kafshëve tek tokat e konsumuara si ushqim, pra për pemët. A lejohet apo jo? Lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Sepse ajo, do të thonë, kalon proces edhe s'ka asnjë problemi. Lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Po na ndodh një fenomen i çuditshëm në shtëpinë tonë, gjejmë mbathje të cilat nuk na përkasin neve si familje. A mund të jenë këto magji? Mund të jenë. Mund të jenë. Prandaj futini në ujë të kënduar edhe digjini. Çfarë më na thuash diçka për divorcet, sepse përjetohet nga fëmijët shumë keq. Sidomos kur anojnë nga nëna ose nga babai. Allahu i rujt familjet nga divorci. Nuk ka dyshim se përderisa shkon çështja në divorc, më thonë, do ishte shumë më hajrit që të kishte konsulenca, të kishte ullje, të kishte takime, të gjej problemi përpara se të shkojë situata në divorc. Kur shkon situata në divorc, pastaj vështirë është. Dhe normalisht më të dëmtuarit janë fëmijët, të cilët janë më të pafajshmit, pa ata do të marrin goditjen nga krahu këtej apo nga krahu këtej. Sidomos kur prindrit, këta që ndahen, janë të paedukuar, janë jo të devotshëm, që mund shkoj puna të i flasin keq fëmijëve për tjetrin, këta i flasin keq për tjetrin. Pastaj më keq shkon puna tek familjet,
këto familja mbajnë krahun këtej, këto mbajnë krahun këtej. Do të thonë situatë e vështirë. Për këtë arsye, Zoti na ka mësuar në Kur'an që duhet gjejmë zgjedhje të tjera përpara se të shkojë situata në ndarje. E nëse me të vërtet palët do të ndiqnin porositë e Zotit dhe porositë e pejgamberit alayhis salam, nuk do shkonte situata kurrë në ndarje. Por si të qoftë puna, nëse ndodh ndarja duhet të ketë frikë secili prej prindërve Zotin. Mos t'i flasi keq fëmijëve për tjetrin. Mos shti keq, mos ushqej urrëtie. Po ta konsideroj këtë gjë që ka ndodhur si një kader i Zotit, caktimi i Zotit, dhe prindi mbetet prind, pavarësisht se është i divorcuar. Nëna është nën, pavarësisht se është i divorcuar, babai është baba, pavarësisht se është i divorcuar. Gjithashtu prindit duhet të kenë kujdes që t'ia japin hakun fëmijëve. Pa pse ndodhin ndarja, kjo nuk do të thotë që ti je i liruar nga detyrimet që ke ndaj fëmisë. Detyrimet mbeten detyrime, shpenzimet, edukimi, kujdesi mbi fenë dhe besimin e fëmijëve. Gjitha këto janë gjëra që duhen marrë në konsideratë dhe duhet parë divorci si një sprovë që ndodhi. Çfarë do të bëjmë? Të shkatrojmë jetën, pse ndodhi divorci, nuk shkatrohet jeta pse ndodhi divorci. Puna është mos shkohet deri aty. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an: "Fa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma." Nëse po shkon puna drejt ndarjes, gjeni një njerëz të urtë nga familja e gocës dhe një njerëz të urtë nga familja e djalit, të ulen me njëri tjetrin për të gjetë një gjuhë të përbashkët, për të pajtuar, për të rregulluar situatën. Nëse njeti i tyre që kur shkojnë aty, shkojnë me njetin për të rregulluar situatën, Allahu do t'u japë sukses. Thot Zoti në Kur'an. Pra nëse dy njerëzit e zgjedhur, dy njerëzit shkojnë me njetin e mirë, kanë për ta gjetë gjuhën e përbashkët dhe nuk do shkojë puna në divorc. Kështu që mirë është që të gjehet problemi ku është dhe të jepet zgjidhja, dhe të jepet haku atij që ka hakun. Dhe të mbrohet ai që duhet mbrojtur. E kjo nuk arrihet nëse nuk ka qëllim të mirë nga ndërmjetësuesit, nga arbitrat. Ka shumë të rinj që ndahen e nuk martohen nga magjia. Çfarë duhet të bëjnë? Jam 31 vjeç, 4 lidhje mu prishën pa e kuptuar, ndahemi pa arsye madhore. Zhduket situata në heshtje. Duhet me pa dhe herë sistemin, a është në rregull, se mund të jetë dhe problem i sistemit qendror. A është në rregull sistemi apo ka ndonjë kputje hallkash? Pra gjithmonë mund të jetë problemi i magjisë, jo gjithmonë mund të jetë problemi i magjisë. Të jetë edhe problem psiqik, mendor. Po megjithatë, njeriu e bën një rukje përderisa, siç thot personi që ka bërë pyetjen i mindar pa arsye. Po bëjeni një rukje, po unë mendoj që duhet më konsultoj herë me dikë që ndarja pa arsye. Si unë ndaka njeriu pa arsye për shembull? Kanë ne sot gjithë ditën bashkë, ndargët ndahemi, ose kanë qenë deri në mëngjes bashkë, më sabaut ndahemi. Çfarë do thotë kjo pa arsye? Pa arsye madhore. Po pra, do thotë se ju nuk jeni të edukuar ashtu siç duhet mbi rëndësinë e martesës. Se s'ka çift që s'ka debate dhe probleme. S'ka çift në botë. Edhe çifti i martesës pejgamberit alayhis salam ka pas debate në familje. Kjo nuk çoi në shkatrim në familjes as në ndarje. Kështu që Zoti e lehtësoft, po ju bojeni një rukje, sidoqoftë puna, po nuk më duket se është problemi aty. A mundesh më tregu qysh mundemi me së lehti me mësua arabishten, por edhe me e ditë çfarë them kur recitoj shkaku se kush s'po kam mundësi të marr shkaku i punës dhe obligimeve ditore.
hap në kurs me ëndra, gjejnë mësues të vinë ëndër, të japim kurs arabishtje. Ç'të bëjnë hoxha, të shti fall hoxhës, s'ta mësoj arabisht dot, se kohë s'kam. Po s'patë kohë, inshallah, të vjen në mësues arabishtje në ëndër, ta mëson. Filla me Elif Bata. Ato sure që lexon, mundohet t'u dish kuptimin të paktën. Ato sure Kur'anit që lexon, përsëriti disa herë shqip ta dish kuptimin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderim takojnë Allahut Zotit të botrave. Një herë lexohet kjo dhe fiksohet në maro historia. Subhana Rabbil Azim, i dëlir është Zoti i madhëruar nga çdo emet. Kaq një herë maro historia. Sa herë që ta thush këtë kuptim ka. Subhana Rabbil Ala, i dëlir nga të emetat është Zoti i lartësuar. Kjo i kuptim ka, sa herë që ta thush 1 milion herë me e thon, po të njëjtin kuptim ka. Kështu që pas stres, është më e lehtë situata. Isha tek një afërm im i cili po martoi ke djalin, pra ishte duke martuar djalin. Dhe nana e tyne e preu një pul të zezë, pra ka therë një pul të këmbët e çiftit, pra çiftit. Dhe tha duhet të dali gjak, kjo nona, kjo shkencëtarja e madhe, kjo myftia, duhet dali gjak, me thonë drejtën, thotë unë ndela pa fjalë, thotë për Zotin, thotë nuk isha një gju një jetë teme, a ma kthej përgjigje, po si jore, ta kthej në përgjigjen. Kjo është besytni, paganizëm. E kjo nona, Zoti u zoftë, Zoti e falt, po duhet kishte pyet përpara se ta bëj një vepër të tillë. Kjo është një fall dhe besytni. Që me prej pul zezë kur vdek dikush e kishim ni, po që kur martohet dikush hera parë që po e nim. Atë shkretat, pulat e zeza, sa pa fat pas kanë qenë. Vdes dikush pule zezë, martohet dikush pule zezë dhe ne themi pse nuk ka pulat zeza në treg. Ja, të shkretat. Sa herë ka vdekje, pule zezë. Sa herë pas ka martes, pul zezë. Që të bëjnë pulat e shkreta? Ku t'i gjensh? Inshallah nuk inspirohet dikush dhe hap biznes me pulat zeza. Kemi pas një debat thot për çështjen e martesës si një vllai i cili është i ndarë, i njohur me një motër e cila është e ndarë. Dhe imamët këtu në zonën tonë po thonë nuk ka nevojë të bëjnë nikah, sepse janë të dy të përgjegjshëm. Ai vllai është 45 vjeç, ndërsa ajo motra është 40 vjeç. Ne ju kemi thënë që duhet patjetër të bëjnë nikah. Patjetër që duhet bëjnë nikah. Patjetër duhet bëjnë procedurat. Edhe në mëdhëbin Hanefi, prap duhet bërë nikahu, s'ka lidhje. A është detyrë me qenë babaja, apo jo, kjo është mesele tjetër. Me pas kujdestar kjo është mesele tjetër, por që duhet bërë nikahu, duhet bërë. A jenë dakord, jam dakord, a pranon, s'pranon, cilat janë kushtet, cili është mehri, dhurata martesore. Normalisht patjetër. Kështu që këta imamët, Zoti mëshiroft dhe ju zoft, po duhet patjetër t'i orientoj njerëzit drejt nikahut. A është e vërtetë që kur je shtatzën dhe nuk ke probleme, do të thotë që i kam ngjarë vjerrës sepse kështu po na thonë. Ja po i ke ngjarë e Zoti më. Janë disa çokolata, kështu ka shkruajtur, çokolata, jo çokolata. Janë disa çokolata, por kishin përbërje alkooli 40%. 40% shkatap. Me çokoladë, hik për çokoladë. Nuk lejohet. 40% çështja ka kjo. Çështja. Ha? Çështja çokoladë si god.
Nëse pasi japim selam na kujtohet me siguri se në një për rekate kemi bërë vetëm një sejdë, pra kemi harruar të dytën, si duhet veprojmë? Ai rekat është i pavlefshëm. Përsërisim një rekat, japim selam, mbas selamit bëjmë 2 sejdë dhe japim selam prap. Pra nëse ne kujtohemi me siguri që në një nga rekatet e namazit s'kemi bërë sejdë, kemi bërë vetëm një sejdë, atëherë ai rekat është i pavlefshëm, e përsërisim edhe një herë një rekat dhe japim selam, mbas selamit bëjmë 2 sejdë, pastaj japim selam. A thuhet astaghfirullah apo astaghfirullah? Astaghfirullah. Jo astaghfirullah. Po duhet ija patjetër. A më quhet abdesi mua nëse mbaj lesh delje të pa larë në trup, se ma kanë rekomanduar për ftohjen? Abdesi është në rregull. Stresit 0, je në rregull. Kam agjëruar 6 ditëshin e Shovalit, a mund të agjëroja dhe ato 3 ditë e bardha që vinin po nga njëjti muaj? Po, s'ka lidhje, mund të agjërosh edhe çdo të honte përveç 6 ditëshit. Mund të agjërosh edhe ditë po ditë jo përveç 6 ditëshit, kështu që s'ka lidhje. Në rregull je. A lejohet në shtatzani të lexoj Kur'anin shtrirë pasi nuk mund të qëndroj gjatë në këmbë apo e ulur? Kur'anin mundon ta mbaj pak lart, po kur më lodhin duart e ul. S'ka gjë, nuk ka asnjë problemi. Allahu ta shpërbleft, në rregull je. Si ti kuptojmë këto 2 ajete kuranore? Zoti thot: Innama at-tawbatu 'ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lilladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima. Komenti më i mirë për këto 2 ajete është ajeti i dytë për të parin. Çfarë thot ajeti i parë? Ajeti i parë thot: Allahu e pranon pendimin ndaj atyre që e bëjnë të keqen, gjunahun, me padituri, pastaj pendohen shpejt në kohë. Të këtillëve Zoti ju pranon pendimin. Allahu është i gjithë ditur dhe i urtë. E nuk pranohet pendimi atyre që bëjnë të këqija derisa t'ju vi vdekja. E ai pastaj thot: unë tani jam penduar. Dhe nuk pranohet pendimi ndaj atyre që vdesin duke qenë jo besimtar. Të këtillëve ju kemi përgatitur një ndëshkim të ashpër. Ajeti i parë duhet komentuar me ajetin e dytë, që do të thotë: fjala e Zotit: Allahu e pranon pendimin atyre që bëjnë të këqija me padituri. Çfarë do të thotë fjala me padituri? Shumica e atyre që e lexojnë kështu, drejt për drejt thonë: Zoti ta fal sa se ke ditë, se po e patë ditë s'ta fal. Edhe lexojnë keq këtë ajet kuranor. Atë cili është kuptimi i ajetit? Allahu e pranon pendimin e gjithë secilit për jush që ka bërë mëkat. Kështu duhet përkthy. Sepse ai është i paditur. Allahu e pranon pendimin e gjithë secilit për jush që bën mëkat, sepse ai është i paditur. Sepse çdo një që bën gjuna është i paditur. Është ignorant. Jo ignorant mbi gjykimin, ignorant mbi madhështinë e Zotit. Ignorant mbi madhërinë e Zotit. Ignorant mbi faktin se kujt po ja bën këtë rebelim, këtë mëkat dhe këtë gjuna.
Për këtë arsye ka ardhur ajeti tjetër dhe e ka sqaruar këtë pjesë. Dhe nuk pranohet pendimi për atyre që bëjnë keq derisa ju vjen vdekja. O vëllezër, nuk quhet e keqja e keqe, nëse njeriu nuk e di që është e keqe. Gabimi nuk quhet gabim, nëse njeriu nuk e di që kjo është gabim. Gjunahu nuk është gjunah, përderisa njeriu nuk e di që është gjunah. Kështu që ajeti është përkthyer gabim. Si duhet përkthyer ajeti? Edhe një herë. Allahu e pranon pendimin ndaj atyre që e bëjnë keqen sepse janë të paditur. Sepse janë të paditur. Çdo njeri që bën gjuna është i paditur. Është xahil. Si tha pejgamberi sa me Budharrit, innaka mru'un fike jahiliya. Je njeri me ignorancë. Ke akoma ignorancë. E Budharri e dinte apo nuk e dinte këtë gjë? E dinte. Po si tha pejgamberi ti je me ignorancë, pra me kuptimin nuk je zhveshur akoma nga traditat e ignorancës. Sepse nuk mund ta ignoroj një besimtar vetëm si njëri i cili është ignorant. Këtë hadith hoxhi nderuar nuk e ka kuptuar asnjëherë. A mund të më shpjegosh? A ta shohim. Kjo botë është burg për besimtarin dhe parajs për jo besimtarin. Pra në krahasim me botën tjetër, o vëlla. Krahasim me botën tjetër. Kjo botë është burg për besimtarin, në krahasim me botën tjetër. Dhe kjo botë është parajs për jo besimtarin, krahasim me botën tjetër. Se në botën tjetër kërcet gërbaci, kërcet dajaku atje poshtë. Kështu që ky hadith nënkupton për botën tjetër. Pra kjo botë është burg për besimtarin, krahasim me çfarë pret atë në botën tjetër. Edhe se është mbret në këtë botë besimtari. Mbretërimi i tij në këtë botë në krahasim me atë që e pret në xhenet është burg. Po edhe nëse kalon sprova, hallë dhe siklete, po kjo botë kështu është. Në botën tjetër ka për të kaluar mirë. Ndërsa jo besimtari, edhe nëse është më i vuajtur në këtë botë, në krahasim me xhenemin në botën tjetër, këtu ka qenë parajs. Krahasim me atë që do të gjejë në botën tjetër, ai do ta quajë jetën e kësaj bote parajs, sepse xhenemi as gjallë as vdekur, siç e thot Zoti në Kur'an. Kam përplotësuar disa ditë të Ramazanit, mirë po kam për të bërë dhe një ndërhyrje në vesh, dhe më kanë thënë që duhet përdor disa pika në vesh për ca kohë. A e prish kjo agjërimin? Jo, nuk e prish, s'ka lidhje fare. Pikat në vesh nuk e prishin agjërimin, në mendimin më të saktë. A më quhet namaz natën nëse çohem 30 apo 40 minuta para se të hyj sabahu? Po në rregull, para imsakut, nëse çohesh 30-40 minuta dhe fal namaz natë, jenë kohën më të mirë kur mund të falesh. Koha që është 1/3 e fundit e natës, që Zoti i Madh Allahu zbret në qiell të dynjas, pranon lutjet dhe duat dhe pendimin e robëve të tij. Hoxhë nderuar, cili është gjykimi për këtë faqen, prapë me faqet? Hajde ta shohim se ka në faqetën. Rituale 091. Shikimet këtu në faqe thotë janë pa pagesë. Ndërsa për muhabetet e tjera na kontaktonin në WhatsApp, e ka shkruajt. WhatsApp. Hongër të WhatsAppit, hongër të Zoti i Madh. Pra vetëm fakti që nuk di ta shkruaj fjalën WhatsApp, po e shkruaj WhatsApp, me pas dy pare men, populli e kupton që ka të bëjë me xahil, me ignorant. Edhe ke këtu pastaj po lexoj një nga këto. Bismillahim. Nëna gjithmonë është një nën. Në loj, treti plumçe, të raft plumi, të raft.
Treti plumb që thot për një gocë të re, e cila kishte sehir nga vjera, për ndarje nga burri i saj. Një nga rastet. Që ka bon nona këtu? Bismillahim thot, shikojni sa sehir të fort i kishin bërë nga ish nëna e nuses, që çuni mos të ketë mbarësi në kuror, që nona ke rituale viz poshtë 091 që e ka nona. Kjo nona ta mirë fare. Kështu që ruhuni nga këto lloj mashtruesish. Unë jetoj me kunatën dhe vjerë rrit në banesë. Jetojmë jashtë dhe unë me burrin dhe fëmijët jemi tepër ngushtë. A e kam gjyna që po kërkoj me dalë një banesë tjetër, se çdo ditë po kemi debate me vjerën dhe vjerën. Po përderisa jeni ngushtë, burrit nuk ka nevojë t'i thush, duhet ta kuptoj vetë që vjerën dhe vjerën dhe vllajin tjetër ta lejë rehat e dalin vete. Kur do të lirohemi ne nga këto idiotësira autoktone? Dilo vlla me fëmijët e me gruan vete, leje vjerën me vllajin tjetër rehat ke shtëpia. Duhet pyet hoxha për këto muhabete? S'pas një ju pik menja për Zotin. Kur një person që nuk flet është në prag të vdekjes, a mund të thotë shahadetin personi që është afër tij? Po mund ta thotë, puna është ai bodobi atij, po ky le ta thotë gjithë ditën gjithë natën, ky që është afër. Puna është atij që të thon shpirt ai bodobi. A mund ta thotë ky? Po le ta thotë. A mund ta thotë në vend këtij? Vallai do ta thotë ai vet. Allah e retsoft. A mund të bëj dhikr them stakfirullah dhe ta numroj me tesbih? Por sa më shumë aq më mirë. 100, 200, 300, 1000. Me tesbih numroje. Me tesbih 99, kur shkosh 99 filla prap. Allahu ta shpërbleft. Burri më thot, ti e martuar me mu, e po s'ka mot kujdesesh për nënën dhe babën tënd. A është kjo e vërtet? Se vetëm burri më shtin në xhenet? Vallai burri nuk shti as mhalet, jam xhenet. As mhalet nuk çon dot burri. Vetëm Zoti e ka dorë xhenetin. Se ka dorë as burri as kush tjetër. Kështu burri thuj ka thon hoxha futi një tas lalt, po duhet të jetë 2 litra. Ai lallta me pak fare sheqer e duhet fut çdo mëngjes esëll 2 litra dhe para gjumit 2 litra. Burri thotë më martu me mua, s'duhet kujdesesh më për prindrit e tuaj. Pse më kush jeti? Efendikoja. E martuar me efendikon. Tani shumëzoj me 0 të gjithë. Xhenetin e ke unë ose të fus ose të fus. Kjo quhet avdall. Avdall insan. Drum fare. Kështu që kujdesu për nonën dhe për babën dhe thuj këtij avdallit, kam pyet hoxhën dhe më tha hoxha që xhenetin e ka në dorë Allahu. Dhe elhamdulillah që xhenetin nuk e kanë në dorë këto tipat, se edhe veten e tyre kanë përfituar në xhenem. A më prishet agjërimi kur e puth gruan dhe më del një pikë e bardhë e pastër nga organi. Alhamdulillah. Kjo tregon që janë të ri akoma këta që ju dalin lëngje nga trupi. Nuk prishet agjërimi nëse është lëngë i thjesht, nëse nuk ka kaluar në. Kështu që stresit 0, po mirë është që përderisa jeni të ri me evitu puthjen gjatë agjërimit, përderisa jeni të ri. Sepse mund të kalojnë situata pastaj jo në një lëng të pastër, po mund të kalojnë një lëng të vrrullshëm. E nëse është lëng i vrrullshëm prishet. E nëse është kaq thjesht, vetëm një pikë e bardhë dhe e pastër, inshallah nuk është prish. Elhamdulillah. Kur kam qenë i vogël kam pasur një mace militar që mos më ikte nga shtëpia.
dhe kam shku të lozë me fëmijët e vegjël. Kur u ktheva mas se ishte varur kalitari, që unë e patalit që mos tikte. Hajë inshallah, pse ke bom me qëllim. Pas stres, çka ka ik. Nëse je në një lidhje, për sa ditë duhet bërë nikahun? Po në Islam nuk ka lidhje o burr. Në Islam unë njofte, u prezantove, u përshtatët, u nejtë disa herë, pat që jeni për njëri tjetrin dhe gjeni njëri tjetrin, kalon situata në nikah. Jo po rritu u njoft 3 vjet, edhe kur ta bëjmë nikahun. Masi ki marru të gjitha punët i bjerë kësaj. Kështu që në momentin që bjerë në dakordohesh, gjen veten ti tek ajo dhe ajo gjen veten tek ti dhe rrep zemra fort, qysh herën e parë, mos e kaloni më shumë, përse duhet me evonu shumë, përse duhet me evonu. Po filloj zemra të rrahë çrregullisht mbas takimit të parë, ose gjatë takimit të parë do të thosë se situata është mirë. Kështu që nuk ka pse me evonu shumë këtë muhabet. S'ka punë ditësh kjo punë. Puna është përderisa u plotësun çfarë kërkon ti tek një vajzë, apo vajza tek çuni, mbaroj historia, direkt me bismillah. Sa atëherë ka lezet, atëherë shijohet, atëherë ndodhin këto pikat e bardha që boni ky pyetjen për agjërimin. Alhamdulillah. Më ka ndodhur një aksident dhe shqyr Zotit jam mirë, por njerëzit po më thonë që duhet hudh sheqer tek vendi i ngjarjes. Sheqer me pak vaj, që të tërshjasi i tjetër mas teje, ke i njëti vend. S'ka lidhje, po çfarë sheqeri, apo të hudhësh mjal, ke veni. S'ka lidhje fare, kjo është besytni, paganizëm. A mund ta shpjegosh pak kufit e Safas dhe Merves në Umre, se në Mekë është ndërtuar prej kohësh një pjesë që nuk i përket kufive të 2 kodrave. Kjo është mashtrim, nuk është e vërtetë. Ndërtesa është ndërtuar në kufit e kodrave, edhe pse është bërë e reja tani, edhe duket sikur është zgjeruar apo ngushtuar poshtë, është në rregull. Atje ka një komision dietarësh të mëdhenj që peshon dia e tyre sa pesha e tokës, vjen ky tani dhe thot, ma shpjegoti, thot, nga Tirana si është muhabeti? Elhamdulillah. Këto quhen vezvese ose asfiksacione, paranoja. Fëmijët në njëherë harrojnë të hyjnë në banjë duke ngrënë diçka. A e kanë gjuna? Jo, fëmijët nuk kanë gjuna, po ju prindrit duhet të jeni të kujdesshëm, se fëmia është fëmijë. Pra fëmia edukohet, i thuhet nuk bën mu fut në banjë duke hangër, ku dëgjon etj, edukohet. Siç edukohet për gjonat e tjera, edukohet edhe për këtë gjë. Fëmia s'ka gjuna, po ju. Ju keni gjuna. A duhet që çdo hoxh të di 114 syret e Kuranit që të quhet hoxh? Jo. Mund të jetë hoxh edhe pos i diti 114 syret. S'ka lidhje. A mund ta di si qëndron e vërteta për netet e bardha? Ç'a kuptimi? Që agjërohet? Po agjërohet, ka hadith që thot agjërimi 3 ditëve, 13, 14, 15. Jam një non dhe bëj namaz 5 herë në ditë. Kam 4 fëmijë, mirëpo vëllezërit e burrit më akuzojnë që bëj sehir. Unë pasha Allahun nuk di të bëj sehir. Qysh më u sjell? Shumëzoj me 0 sikurse ekzistojnë. Shumëzoj me 0. Ta vëllezërit e burrit që të akuzojnë për magjistare VX, edhe mos u merr me to, as mos ju fol, as mos ju përshëndet, as mos ju shërbe, edhe sikur se ekzistojnë, edhe vazhdoj jetën tate, në rregull je.
Hoxhi nderuar, unë besoj shumë te Allahu, por nuk fal namaz. Po, kuptohet që e beson shumë. Përderisa s'fal namaz do thotë që po digjesh për Allahun, aq shumë e do. Nuk shkon fjalia, e besoj shumë, po s'falem. Ka përplasje në fjali. Ai që e don Allahun, i falet Allahun. Ai që e do Allahun, agjeron. Ai që e don Allahun, bën vepra të mira. Nuk mund të jetë dashuria e Allahut thjesht një dëshirë e zjarrt ose një emocion. Dashuria për Allahun duhet të jetë e përkthyer në vepra. Zoti tha në Kur'an, përgjigje për këtë pyetje, Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse e doni Allahun me të vërtetë, ndiqni profetin alayhi salatu wasalam. Ky është prova, ky është testi. Nëse me të vërtetë don Allahun dhe e beson atë kaq shumë, kjo duhet të reflektohet në veprat e tua. Si jemi me kohën? Okej, kemi kohën. Po mësojmë që kur të vdesim do të na bëhen 3 pyetje në varr. Me çfarë gjuhë do të na bëhen? Ora ti mësoj punon për këto 3 pyetje, ose vrit mendjen, çfarë gjuhë? Në një gjuhë që ti e kupton. Kush është Zoti yt? Cila është feja jote, dhe cili është profeti yt, dhe cili është libri të cilin e ke lexuar dhe i e referuar. 4 pyetje. Zoti, Islami, Muhamedi, Kur'ani. Kështu që mos e vrit mendjen ti. Edhe po se ti të gjuhën do të vejmë kufje, ke vesht, ta përkthejmë me Google Translate. Kështu që mos u streso për gjuhën. Puno për këtë ditë. Nëse një person i fryn foshnjës për mësysh nga celulari, a ka efekt? Vallahi, mua nuk më duket normale. Mua nuk më duket kjo gjë normale. Jam e martuar me musliman dhe kam 5 fëmijë, ama jam akoma e fesë krishtere dhe mbaj Ramazan. Po më kanë thënë që bëj gjuna që mbaj Ramazan. E rëndësishme është që ti të besosh se Zoti është një i vetëm. Absolut. I gjithë pushtetshëm, i gjithë fuqishëm, në dorën e tij është gjithçka. Të besosh se Zoti s'ka fëmijë. Besosh se Jezu Krishti, Isa alayhis salam, ka qenë pejgamber i Zotit, profet, njeri, i dërguar i Zotit, jo bir i Zotit, jo Zot. Të besosh se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Allahut, pastaj marr Ramazanin, nuk ka problem. Le të thonë ato që nuk quhet, janë rregull. Ti thuj la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Sa herë që thon këto ty që ty s'quhet, ti thuj la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Edhe janë rregull. Pozitat e faljes së namazit për femra që është e njëjtë si për meshkujt, për shembull bryllat dhe këmbët në sejdë. Po, e vërtet. Femra nuk lejohet që ti uli bryllat në sejdë, po duhet i mbaj lart njësoj si meshkujt. Kam gocën që ka probleme me bashkëshortin, jo kjo vetë, po burri i saj, se bashk shkojnë mirë. Po kjo gjë po ju sos durimin. Çfarë duhet bëjnë, se edhe unë nuk ndjehem mirë fare. Jam çuar dhe natën. Kam gocën që ka ca probleme me burrin. Jo kjo vetë, po burri i saj. Se bashk shkojnë mirë, po kjo gjë po ju sos, po ku është problemi, pra se s'po e mor vesh. Kam gocën që ka probleme me burrin. Jo kjo vetë, po burri i saj. Okej. Se bashk shkojnë mirë, po kjo gjë po ju asos durimin. Çfarë duhet bëjnë, se edhe unë nuk ndjehem mirë fare, jam çuar dhe natën. Ty Allahu ta lesof si çosh natën, po ku është pyetja këtu? Që me kuptu këtë pyetje duhet më fut tek ChatGPT-ja me pyet çfarë deshe autori të thotë përmes kësaj pyetje.
Ha? Çfarë ka? Pra burri mund të ketë në një hall dhe e reflekton. Pra mund të jetë kjo që thotë me njëri tjetër s'ka problem, thotë po burri sa i ka i hall, e kjo gjë po ju sos durimin. Ha? Përjeton e shoqja hallin e burrit. Inshallah. Inshallah zgjidhe një hallin këtij burrit që t'i largohet halli. Falin namaz natët, lutën, bëjnë dua. Pyetje shumë me paqartë, pyetje prapë e paqartë. A lejo të shkojmë tek një mjek natyror për shkaqe shëndetësore, se na kanë sugjeruar mjekun natyror të përshëndetje. Po çfarë do thotë mjek natyror? Këto mjekësia alternativë. Mjek natyror herë parë që ngjoj. E rëndësishme, nëse është diçka që bën barra dhe ilaçe me bimë mjekësore e ku dëgjon që janë halal pa probleme, lejo, nuk ka asnjë problemi. Ama nëse është nga këto që shkarkojnë energji, që çlirojnë energji, japin energji, kjo s'lejohet fetarisht. Në lidhje me zeqatin e arit që posedon një grua, nëse ari që zotëron femra, bizhut e saj, është mbi 85 gram dhe është 24 karatsh, duhet t'japi zeqatin, edhe pse është zbukurim apo bizhu. Ka lidhje pse ajo e përdor për zbukurim apo se përdor ku dëgjon e tjerë. E nëse është më pak se 24 karatsh, atëherë llogaritet në këtë formë: gram, shumëzim, karat, pjesëtim 24. Nëse del mbi 85, obligohet zakati. Nëse del nën 85, nuk obligohet zakati. Për shembull, ka 200 gram flori 18 karatsh. 200 herë 18 sa bëjnë? 300? 3600. 200 herë 18 sa bën? 3600. Pjesëtim 24. Hapet atë. 150. Obligohet zakati. Edhe pse është florini 18 karatsh. Nëse ka 200 gram flori dhe ka 14 karatsh, sa del? 200 herë 14, 2800. Pjesëtim për 24. Atë ky thashë gjeti me mend me celulari që ka atë ky. 116. Prap obligohet. Pra kështu bëhet llogaria. Si bëhet umra për personin e vdekur, a lejohet me bë 7 herë afër tawafit? Ç'është kjo punë? S'ekziston kjo gjë në Islam. Umra për të vdekurin bëhet si umra për vete. Shkon atje ku duhet bër ihrami, lebejk Allahumma umratan an, dhe përmend emrin e të vdekmit, shko bën tawafin 7 herë, fal 2 rekatshin, pi ujë zemzemi, shkon Safa Merve, edhe shkurton flokut. Nuk ka tawaf për të vdekmin. A lejohet me bë tawaf për të vdekmin? Jo, nuk ekziston në Islam tawafi për të vdekmin. Mund të bësh umre për një të vdekur, po tawaf nuk bëhet për të vdekurin. Desha të pyes thot për burrin tim, ai ka probleme kur e zë gjumi, pas pak minutash zgjohet duke bërtit në gjumë. Çojini knojin e shkretin. Çojini me knu diku. Ndoshta ka nevojë me knu. Ose vizitojeni ku dëgjon.
Çfarë të mund të shkretit? Bojeni të dyja, edhe knojeni diku, edhe vizitojeni.